Shitjet e karburantit në pikat kufitare të Maqedonisë së Veriut janë rritur ndjeshëm, duke u trefishuar për shkak të kërkesës nga vendet fqinje, kryesisht Shqipëria dhe më pak Greqia. Sipas Monitor, konsumi ditor ka arritur në rreth 2 milion litra, nga 1.5 milion më parë, ku rreth 10%, afërsisht 200.000 litra, i atribuohet qytetarëve të huaj. Rritja është më e theksuar në zonat kufitare si Dibra e Madhe dhe Prespa. Diferencat e mëdha të çmimeve janë arsyeja kryesore e kësaj tendence. Në Maqedoninë e Veriut, nafta tregtohet rreth 1.52 euro litër dhe benzina 1.34 euro, ndërsa në Shqipëri çmimet janë dukshëm më të larta, duke arritur deri në rreth 2.1 euro për naftën. Kjo diferencë prej rreth 40% ka shtyrë shumë shqiptar të furnizohen jashtë vendit, një fenomen që është përforcuar pas rritjes së fundit të çmimeve. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka ndërhyer për të mbajtur çmime të ulta, duke ulur TVSH-n nga 18% në 10% dhe duke reduktuar akcizat. Në Shqipëri, masat kanë qenë më të kufizuara dhe efekti në çmime minimal. Si pasojë, vlerësohet se 15 në 25% e konsumit të karburantit e shqiptarëve realizohet jashtë vendit, duke shkaktuar humbje të konsiderueshme për tregun vendas.